Për më tepër informacion telefonon në numrin 069 23 74 034 ose 034 209 14. Afati i fundit i pranimit të dokumentave 23 prill 2006. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në studion e televizionit Apollon. Sonte do të vazhdojmë një bisedë të hapur një javë më parë, që është me mjaft interes, ashtu siç mund ta keni ndjekur një pjesë prej jush, apo të tjerë që do ta ndjekin sonde, dhe pikërisht çështja kombëtare. Një nga çështjet nevralgjike të ekzistencës së një kombi të shkuarës, të tashmes dhe të ardhmes së tij. Për ta trajtuar këtë bisedë, kemi ftuar natyrisht ekspert, personalitete të kësaj fushë dhe kryesisht në radhë të parë zotin Suleman Abazi, doktor, kryetar i shoqatës atletare për identitet dhe bashkim kombëtar. Kemi ftuar njëkohësisht zotin Hulusi Hako, doktor, profesor, një nga personalitetet e shquara të shkencave shqiptare në këto 50 vjetët e fundit, nën kryetar i shoqatës, dhe kolegun Hikmet Zane, një nga gazetarët e mirënjohur që ka dhënë shumë në shtypin dhe në mediat elektronike shqiptare për problemet nga më të ndryshme të jetës dhe të veprimtarisë kombëtare në këto vitet e fundit. Mirë se erdhët në studion e televizionit Apollon dhe shpresojmë që të trajtojmë, domethënë, në formën thjeshtë një bashkëbisedimi për një çështje të madhe kombëtare, në mënyrë që të ketë rezonancë tek teleshikuesit më të thjeshtë kudo që ndodhen në valët e televizionit Apollon, të cilat nuk e dijeni njohur një javë më parë, por shtrihen në një rreze jashtëzakonisht të madhe, po them shkurt, nga Kavaja në Orikun, nga Selenica në Divjak, nga Kuçova në gjithë Myzeqen e madhe dhe të vogël, kuptohet qytetet Fier, Vlorë, Lushnjë, Patos, e gjithë Mallakastra, natyrisht totalisht Rogozhina edhe Peqini. Mund të kem harruar akoma qendra të mëdha e të vogla të tjera, po shpresojmë që kemi një auditor mjaft të gjerë, i cili besoj se do të na ndjek me vëmendje në këtë temë mjaft të rëndësishme. Unë do të doja ta nisja me ju, zoti Hako. Jeni një personalitet i shquar dhe sigurisht keni që të thoni pikërisht për këtë çështje nevralgjike, si thamë, të qenes të ekzistencës së një kombi. Pak më parë ne diskutonim edhe në një bisedë e lirë për çështjen kombëtare. Më pëlqeu atmosfera që u krijua, sepse unë thjesht duke dashur të njihesha me ju, u futa në një bisedë ku doja të mësoja prej jush, natyrisht pa dashur të luaja rolin e ndonjë oponenti, mbasi më tepër edhe sonde duhet të mësoj shumë prej jush, ashtu siç dëshiron në radhë parë. Opinioni të cilin unë mendoj se duhet ta përfaqësoj nëpërmjet jush që do të jeni, si thua, aktorët e këtij diskutimi. Tashti, nga njëra anë kemi çështjen kombëtare, nga ana tjetër kemi politikën zyrtare. Nga një anë duam të themi që diku do të donin të kishim një përputhje. Nga ana tjetër duam të dimë ku nuk ka përputhje. Në rast se ka përputhje, janë të përkohshme, janë kalimtare, janë taktike, apo janë brenda një strategjie, dhe në rast se nuk ka përputhje, nuk ka. Dhe ju mund të na thoni më konkretisht. Ju falemnderit zoti Maku, motra dhe vëllezër. Në këtë tribunë televizive
bashkë me ju që jeni përqendruar në ekran dhe me stafin që na ka çelur këtë tribunë, stafin e stacionit televiziv që na ka çelur këtë tribunë, këtë dritare adhetare, ndihemi më të fortë dhe më të motivuar. E them kështu sepse jemi përfaqësues të organizuar të një aspirate adhetare mbar kombëtare, të kauzës tonë shekullore për bashkim kombëtar dhe marrim forca atje ku na kuptojnë, atje ku jemi në sinkron me ndërgjegjen me zemrat e gjithë shqiptarëve. Ne nuk pohojmë dhe kërkojmë më tepër se çka në zemër e mendje çdo shqiptar. Një kom, një shtet. Të kemi familjen tonë, të kemi shtetin tonë kombëtar. A duhet mbajtur gjallë e përforcuar ky ideal, kjo e drejtë e natyrshme e shqiptarëve, apo duhet lënë heshtje kjo ide se gjoja kombit dhe nacionalizmeve u ka kaluar koha dhe nuk janë më në modë? Mendojmë se janë të gjitha arsyet dhe argumentet historike, njerëzore, ekonomiko-politike e sociale për të insistuar në këtë të drejtë. Mjafton të theksojmë se ende vazhdon të mbetet e kërcënuar qenia jonë kombëtare, sepse në trojet etnike ende haset në vështirësi shpalosja e flamurit kombëtar dhe simboleve të tjera. Haset në vështirësi të mësohet e të shkruhet gjuha antare, të çelet një shkollë shqipe. Ende duhet të japim jetë, jo vetëm për liri, por edhe për dritën e diturisë, siç është rasti i të paharuarit Abduselam Eminit për Universitetin e Tetovës. Krahas mira martirëve të lirisë, lavdia, homazhet dhe mirënjohja për të cilët do të mbeten të përjetshëm. Gjendja e kombit tonë marrë në tërësi, pra nuk shkëlqen. Në trojet e kolonizuara, shqiptarët nuk marrin dot frym lirisht. Që bëhet aktualisht me statusin e Kosovës? Ku është e drejta e çamërisë? Duhet sinuar zgjidhje të drejta, pjesë që të mund të arrijmë në zgjidhjen tonë tërësore. Por një nga pikat e dota të kauzës tonë është se politika zyrtare, institucionet e mandatuara, shtetarët nuk janë ngritur dot në nivelin e aspiratave dhe interesave kombëtare, që të kenë më shumë vokacion dhe përkushtim adhetar. Jo se ata nuk e kanë adhetarizm, por nuk kanë mundur ta vënë për një arsye në eficiencë të plotë. Shqipëria, megjithëse mban titullin e lartë të shtetit amë, të vendit amë, me politikën e saj zyrtare nuk ka treguar vullnetin dhe pozicionin që i takon. Ne dim të gjithë se në hyrjen apo në preambullën e Kushtetutës Republikës së Shqipërisë bëhet fjalë shprehjimisht për aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitet dhe bashkim kombëtar. Përbahet kjo ide madhore, por në veprimtarinë praktike nuk shohim program, strategji dhe taktika për realizimin e kësaj që përcakton preambula e Kushtetutës. Zyrtarët stepen nga disa norma e parime të vendosura nga ndërkombëtarët se nuk u bë kanë ndryshime kufish dhe motive të tjera që kërkon komoditeti i Evropës. Ne si përfaqësues të shoqërisë civile u bëjmë oponencë politikës zyrtare. Shprehim atë që lë mangut ajo. Për shembull, po zgjidhen çështja çame. Greku po bën presion. Kurse majoranca e sotme
Poron se çështja Çame do të zgjidhet në bazë të një traktati e marrëveshje Shqipëri-Greki, që është nënshkruar para 10 vjetëve, që në vitin 1996. Por ne themi, çka kanë hedhur qeverit, çka kanë realizuar ato gjatë këtyre 10 viteve për këtë problem, hapa konkrete, a kanë shtiton ndonjë fjalë popullit dhe parlamentit për këtë çështje? Marrim një ide tjetër. Do të më falni, zotë. Ju lutem. Sikur të ndaleshim fakt, para 10 vjetësh, cilat janë drejtimet që duhet të ishin realizuar, ose mund të ishin në vazhdim të realizimit të tyre. Sepse besoj se opinioni gjerë do të di, nëse ka që nga diçka e tillë, edhe është diçka e tillë, edhe kemi dëgjuar. Por në rutinën e përditshme, në jetën e përditshme, në jetën e secilit, disa gjëra ikin nga kujtesa. Politika e ditës, hallet e ditës, biznesi, familja e tjera të tjera. Atëre, çfarë mund na thoni ju pikërisht, qofse ka qenë para 10 vjetësh, edhe ku jemi mbas 10 vjetësh? Kjo është shumë praktike për ta thënë. Unë mendoj se marrëveshja që u lidhë midis dy shteteve, një marrëveshje e njësisë së mirë dhe e bashkëpunimit, duhesh në radhë të parë të kishte në epiqendrën e vet pikërisht këtë problem të pazgjidhur. Këtë e di fart mirë greku, domethënë zyrtar, grekia zyrtare, këtë e dim dhe e ndjejmë dhe e kemi edhe ne si shtetam për vëllezërit tanë të Çamërisë. E kemi në shpinë dhe në shpirt. Tani kjo duhet të zgjidhte problemin më madhor. Po kjo duhet të ishte boshti. Bëhet se duhet të ishte. Duhet të ishte boshti. Ndërkohë, ne themi tani që mbasi bëhet zhurma, mbasi bën presion qeveria greke dhe reagon, domethënë shoqëria civile shqiptare, edhe shoqatat e Çamëve, por çështja e Çamëve nuk është thjesht çështje edhe vetëm e tyre, por është çështje e barë kombit tonë, është një çështje domethënë e gjithë shqiptarëve. Atëherë politika zyrtare del me këtë tezë të përgjithshme pa e konkretizuar. Kurse konkretizon ajo që të thotë kemi bërë këtë dhe atë, ajo s'ka bërë asnjë hap, s'ka zgjidhur asnjë problem. Edhe nëse më lejoni, sikur pikërisht doja të hapja te ju të dy. Domethënë, unë desha të hyja drejt për drejt në pikërisht, a mund të unë desha të thoja që ai traktat misie i jashtë quajtur, do të thoja, totalisht jashtë quajtur, sepse kur një traktat që formohet ka disa nene, disa pika në të cilat ai formohet, është i barazveshëm për të dy palët. Kur bëhet një traktat, bie në mirëkuptim të dy palët. Ngrihen dhe komisionet e përbashkëta ndërshtetërore, të cilat në mënyrë bilaterale e trajtojnë problemet një pas një sipas pikave që kanë përcaktuar në këtë traktat. Po ky traktat erdhi si një reagim realisht i asaj situate të nderë që ishte krijuar në Shqipëri pas vitit 1992. Sepse ne kemi një situatë të një invazioni, të një presioni të gjerë të shtetit grek nëpërmjet shoqatës Omonia dhe Partisë për të Drejtat e Njerëzit, e cila vepronte në mënyrë legale me politikat greke brenda Shqipërisë. Dhe kjo me shpërndarjen, mos harrojmë, deri në skrapar të hartave të Shqipërisë të Vorjepirit, me Shqipërisë Greqisë së Madhe, me presionet që bën nga deputet dhe sillogjet e Vorjepirit jashtë Greqisë, por edhe nëpërmjet disa njerëzve të cilët të veshur me veladon, dhe fletushkat me avion. Me fletushkat me avion, patjetër, dhe arrestimet që u bën gjatë periudhës të 5 minoritarëve, të cilët hapur e kishin bërë balt këtë punë. E kishin bërë balt që politikën ata ishin transmetues, ishin silirues të politikave greke. Ndërkohë që ndodhi dhe ngjarja e Peshkëpisë. Mëse është në vazhdim e një presioni. Ai ishte një testim që i bëi çështje fortësisë së shtetit shqiptar. Sa shteti shqiptar ishte në gjendje të përballonte presionin grek. Kjo ishte e para. Edhe ndoshta edhe me ndikimin e ndoshta të Shtetet Bashkuara apo të Europës,
Presidenti asaj kohe, zoti Sali Berisha, ishte i detyruar ndoshta edhe të formulonte, të pranonte një traktat qoftë edhe në pamje. Por çfarë i mungonte këtij traktati? Në thelb atij mungonte një bazë ligjore. Pse? E para punës sepse midis shtetit grek dhe shtetit shqiptar ka një ligj të luftës. Edhe nuk ishte rënë ky ligj i luftës. Pra, nuk ishin përfunduar, ne nuk ishim rënë në kushte të barabarta. Ata e mbanin të ligj lufte si një peng, si një kartë që do e kanë përdorur gjithmonë në çdo lloj tribune europiane, kudo që kanë qenë, në çdo lloj konference shkencore. Edhe ndaj nesh, të gjithë kryeministrat, po të keni vure, të gjithë kryeministrat grek që kanë ardhur në Shqipëri, që nga Mitsotakis, e deri tek Papuljas, presidenti, ata e përdorin që kanë qenë bashkëpunëtor me fashizmin. Unë po ju them vetëm një fakt. Realisht, për fatin e mirë, që unë jam nga filati i Qamërisë, babaj dhe nëna ime, dhe i mat gjatë luftës u internua në kampet e përqendrimit në Gjermani. Dhe kur erdhi nga Gjermania, ai nuk u lejuat të hynte në Qamëri. Bile i thanë që i kemi përzënë. I përzum. Pra, këtu nuk kemi reciprocitetin. Ky traktat duhet të kishte vendosur reciprocitetin. Në radhë parë duhet të binte ligji i luftës. Në radhë të dytë komisioni duhet të ishte i barazvlefshëm, por ngjarjet e 97-s, ndërhyrjet e 97-s e dekonspiruan tërësisht traktatin e misisë dhe nxorën zbuluar se ky traktat, me gjithë bonsensin që mos të patë presidenti asaj kohe që në shkroi atë, ai nuk ishte i mirë kuptuar nga pala tjetër. Edhe ku nuk ekziston dy palët, a mund supozojmë midis një djalë dhe një vajzë, a mund martohen ata për nuk bën një traktat, por nuk e nënshkruan atë që pranojnë kushtet e dy palëve, këtu nuk u pranon kushtet e dy palëve. Ndaj ky traktat krijoi konflikti midis interesave të vërteta kombëtare me politikën zyrtare dhe ndikimi i njerëzve që ishin në qeverisjen e vendit në atë kohë dhe që janë dhe sot e kësaj dite bëhen pengesë për realizimin e këtij traktati, nuk bëhen pengesë shoqatat apo shoqëria civile. Për çfarë shtylla mund të flisim ne? Se të kemi një traktat, do të kemi disa shtylla, disa kolona. Atëre ka qenë diçka, si thua, iluministe, në hava, në ajër, pa shtylla, ku duhet vendosesh? Cilat ishin shtyllat e reale të këtij traktati? Në vazhdim të shpjegimit që bëri zoti Hikmet, po. Duhet të shikojmë traktatin, por gjithçka duhet ta lidhim me realitetin. 10 vjet nuk janë pak për të treguar që një traktat ka vlera institucionale dhe vepron realisht në të mirë të dy popujve dhe dy shteteve në marrëdhënie dypalçe. Ashtu si kundër një traktat mund të dalë dhe të ketë brenda demagogjin, të ketë brenda falsitetin dhe gjithçka tjetër pa vërtetën, për të qenë një, si thua, dokument edhe në sy të botës që ja marrëdhëniet midis këtyre dy shteteve janë normale dhe shkojnë drejt normalizimit. Por do kuptojmë që brenda këtij traktate ka shumë çështje që janë pezull dhe që ende nuk janë të institucionalizuar. Duke i shtuar çështjes ligjit të luftës. Është çështja çan. Ligji i luftës. Është çështja e emigrantëve, do të thonë të shumë që shkojnë mbi 500.000 emigrantë shqiptar që punojnë në Greqi. Do të thonë integrimi i tyre në shoqërinë greke. Duke ju shmangur me baza ligjore atij diskriminimi apo ksenofobie që shpesh do thënë nxjerr krye këtu apo atje dhe krijon situata shumë të rënda. Pra, ka shumë çështje të mbetura pezull që ky traktat në këto 10 vjet realiteti flet ndryshe. Atëherë, duke parë që pikërisht shteti shqiptar, kthehem tek pyetja që i bë dhe zoti Hako, politika zyrtare nuk e ka atë vullnet, nuk e ka atë përgatitje, nuk e ka atë qëndrueshmëri që të përballojë këto ngarkesa të mëdha politike dhe psikologjike që ekzistojnë në marrëdhëniet midis dy shteteve. Pse ne, do thënë, shkojmë tek traktati i miqësisë midis Greqisë dhe Shqipërisë dhe ndoshta do të dukemi në këtë emision sikur jemi fokusuar vetëm në çështjet e politikës greke. Jo, ne mund të hidhemi edhe në veri për të parë qëndrimin e politikës zyrtare për interesa të tjera kombëtare, siç është çështja e Kosovës. Në marrëdhënie me shtetin serb, në marrëdhënie me shtetin maqedon.
Këta janë shtetet tanë kufitar, në marrëdhënie me Malin e Zi. Pra këta shtete kufitar, që në tërë historinë e tyre, kanë shprehur qëndrimi ultranacionalist ndaj kombit shqiptar, duke e dhunuar dhe duke e rrugur në historinë e vetë, deri në këtë pikë mbritje, do të thotë që politika zyrtare e shtetit shqiptar duhet të jetë një politikë më e mençur, duhet të ketë një vullnet dhe të mbështetet në fuqinë e saj kombëtare. Fuqia kombëtare jo në konceptin, se mos do them për opinionin, jo në konceptin e një fuqie ushtarake. Elementet përbërës fuqisë kombëtare janë shumë dimensional dhe ku do të kuptuar një shoqëri demokratike, për mjete demokratike. Atëherë, unë nuk e kuptoj këtë lloj servilizmi të politikës zyrtare të shtetit shqiptar, shtetit administrativ shqiptar, që gjithçka që serviret nga jashtë merret e mirëqen. Sepse po të shikojmë. Desha, zoti Sulejman, desha të thoja diçka, që në politikën zyrtare duhet të ekzistojnë dhe se politika nuk bëhet vetë, është një term politika. Politikën e bën njerëzit. Do të thonë, varet se si janë njerëzit, ja varet se si janë zyrtarët, shtetarët, ashtu do të bëhet edhe politika. Në qoftë se sot ndodhemi në këtë stad, ky nuk i përket aktualisht politikës së sotme. Kjo është vazhda, është mbjellja që i është bërë kësaj politike të mbrapsht në vite dhe derisa ka ardhur në ditët e sotme. Unë do të them që ai sistem që ishte prishi shenjtërinë e gjërave, shenjtërinë e çështjes kombëtare. Të lëm megalomanin, ato nepotizmin, atë fjalën që përdoret zakonisht, patetizmin e madh që ishte në kohë, që thuaj që ne jemi për mbrojtjen e Andeut, ne jemi vetëm shteti që kemi sulmuar asnjë shtet tjetër, ne mbrojmë tërsinë toksore, ne nuk e kemi mbrojtur tërsinë tonë toksore. Realisht, Shqipëria ka qenë në buzën e Adriatikut, ka qenë vendi më i pushtuar nga një pikpamje, nga lindja dhe nga perëndimi. Ky është realiteti. Unë do të mbase si një farë ankthi apo frike të përdorë fjalën nacionalizëm. Do të thonë, nacionalist, sigur po e kuptojmë që ky është shkërkon nacionalist ka çdo kom, do të thënë brenda vetes vet. Unë nuk do të një fakt të thjesht, do të thënë për ta kuptuar. Pa u futur në humnerën këtyre 40-50 vjetëve që nuk do të futemi në labirinthet e historisë, sepse ato janë pjesë, do të thënë jona, është historia jonë, e mira apo e keqe është jona, dhe që fatkeqësisht na ka ndëshkuar. Tragjikisht na ka ndëshkuar. Edhe në përgjithësi tradicional. Prandaj dhe jemi në këtë pikë mbritje. Por do të thosha që një francez, për shembull, përpara flamurit vet, që është simboli i Francës, nuk do ta donte flamurin e Bashkimit Evropian. Atëherë do t'i themi këtij francezit që nga nacionalist, jo. Ai don kombin e vet, ai don simbolet e veta, dhe këtu dashur pa dashur ai tregohet. Ai është një francez i mirë i Francës. I Francës. Pra këtu duhet dalim edhe tek një shqiptar i mirë i Shqipërisë. Në këtë aspekt, çështja e, do thënë, amplifikimit të nacionalizmit shqiptar, duke i futur dhe terma të ndryshme, ekstreme, më duket se është një tejkalim i qëllimshëm dhe kjo si fatkeqësi na ka ardhur pikërisht nga komshit, nga shtetet kufitare, nga kombet që kemi. Por nga mosbërja e diplomacisë. Për rastin konkret, duke u futur përsëri tek politika zyrtare, ka një fatkeqësi që do ta quajmë me plot gojën fatkeqësi. Nuk mundet të zhvillohet çështja kombëtare, të eci dhe të plotësojë të gjitha elementet përbërës të saj, në qoftë se do të mungojë strategjia kombëtare. Dhe këtë kemi thënë dhe në emisionin e parë. Pra, të gjitha strategjitë e zhvillimit e përsërisë në të gjitha fushat, është, do thënë, ajo tërësi që krijon pikërisht këtë strategji kombëtare. Kjo politikë si ecën në aspektin e çështjes kombëtare? Çfarë ka? Unë do të shtroja pyetjen thjesht fare, cilat janë interesat kombëtare të kombit shqiptar? Le të dalë një akademik dhe të mirështoj, dhe pastaj të kuptohet që misioni i kësaj akademie që i formaton këto dhe i argumenton shkencërisht t'i serviri politikës e cila gradualisht hap mas hapi, shkallë mbas shkalle, të punoj ditë dhe natë. Pra ju thoni që nuk mungon ai zinxhiri, hallkat e të gjithë zinxhirit që përbëjnë diplomacinë, politikën dhe portretin e një shteti. Duke futur në planin konkret.
Unë çështjen e Kosovës për shembull do ta quaj një interes kombëtar madhor. Pse? Është pjesë e trungut ton. Është pjesë e kombit ton. Nuk është komb kosovar, është komb shqiptar. Problemet e shqiptarëve në Luginë e Vardarit do t'i quaj një interes kombëtar. Zgjidhjen e problemit Çam do ta quaj një interes kombëtar. Po kështu të shqiptarëve në Malin e Zi. Por për të mos qenë nacionalistë, për mos bërë nacionalistin, unë do të shkoj edhe më tej. Atëherë, uniteti i kombit shqiptar është një interes kombëtar. Më gjej një hapësirë, do të thënë siç ndodh tek shqiptarët, dhe kjo nuk është rasti, që në të gjithë të hapësirë mbar shqiptare sot funksionojnë mbi 145 parti politike. Shikoj se çfarë do ta quaj përçarje, duke mos ignoruar pluralizmin, duke mos ignoruar të drejtën e grupimit të cila është ajo filozofi që ka orientuar. Kush e ka orientuar dhe çfarë bëjnë këto parti politike në interes të çështjes kombëtare? Rezultatin e dim fort mirë, është pikëmbërritja. Do shkoj më tej. Elementet e strategjisë së sigurisë kombëtare është një interes kombëtar prioritar. Ne presim të formatohet një shtet si është shteti i Kosovës, po cili do të jenë element të sigurisë së këtij shteti, që është një nga shtyllat baze kupton funksionimit dhe qëndësisë së këtij shteti. Do të marrim të tjera, strategjitë e zhvillimit dhe të integrimit ekonomik në hapësirën shqiptare. Ja që dalim përsëri te integrimi, por që është i nevojshëm. Janë pikat e strategjisë këto. Duke i formatuar të gjitha këto, ka dhe të tjera, për mos lodhur spektatorin, do të thosha që të gjitha këto formatojnë atë qëndrim strategjik të një politike zyrtare e cila, duke sakrifikuar diçka nga ajo dashamirësi që tregon komuniteti evropian për ta mbështetur Shqipërinë në rrugën e zhvillimit demokratik, duhet ta bëj këtë detyrë, këtë mision ta plotësoj dhe me nder, me kokën lart. Atëherë po i kthehemi zotit Ulusis. Në këtë atëherë kishim fjalën te pikërisht ky traktati. Në këtë edhe më falni, zoti Sulejman me të drejtë parashtroi strategjinë kombëtare. A ka qenë mbështetur ky në këtë strategji? Nuk shohim sepse çfarë do zgjidhim nëse ai nuk mbështetet në një strategji sepse që e trajton dy zotërinë normal. Domethënë plotësojmë një nuk shohim mbështetje sepse nuk shikoj aplikim, sepse nuk shohim ekzistencën e saj, formulimin e saj, ideohet ajo dhe pastaj që të mund të aplikohet. Për të plotësuar idenë, për shembull do të thoshja që Parlamenti shqiptar ka disa komisione të përhershme që i përgjigjen atyre të ekzekutivit, domethënë, jo i sigurisë, jo i jashtmi, jo brendshmi, jo i bujqësisë. Janë ato me ligjet e tëra. Po, i ligjeve. Nuk do të ishte luks dhe as pak e tepër them unë që ky parlament të kishte një komision të përhershëm të çështjes kombëtare. Pse? Sepse është një veçanti jetike e kombit ton. Ne themi nacionalizëm, ne shqiptarët jo vetëm që jemi veleritur me kombëtarizmin, po e kemi aspiruar atë dhe mbetet ëndër, aspirat dhe aspirat. Aspirat dhe lidhjes shqiptare të Prizrenit, aspirat e luftës parabotërore, aspirat dhe vazhdimisht aspirat. Nuk e kemi realizuar. Historia e popujve është historia e formësimit të tyre si kom. Ne nuk e kemi realizuar. Ishin 4 vidajete, nuk e shumë. Pra, një kombë, një shtet që rrethohet siç dihet nga të gjithë kufit, në gjithë kufin toksor prej shqiptarësh, nuk e ka gëzuar të jetë në një familje. Kështë është veçantë. Më falni, unë jam shqiptar. Unë nuk e di atë këta që ju parashtroni. As në Ulqin, jo, nuk ka shkelur këmba. As në Qamëri, jo. As në Kërçov, themi më tej, as në Tetov. Një pjesë e Shkupit po t'i referoshim bile Sami Frasërit të madh. Domethënë, ne jemi shqiptar që nuk shkelim dot Shqipërinë. Nuk shkelim dot atë. Domethënë, ne jemi ajo forma, këtu është ai gjetja, këtu në fund kemi këtë apo gjiun e vlorës më tej. Po desha të shtoj diçka në do të romi në fantazi ta bredhim. Shumë e vërtet. Në funksion të pyetjes që bët ju dhe të përgjigjes që dha zoti profesor, në Bundestagun gjerman, parlamenti gjerman, po themi, nga biseda që kanë bërë me ish ambasadorin gjerman Düsseldorf në Elbasan, gjatë vitit 99 në kohën e krizës kosovare, në një drek
ai bëri një vizitë atje dhe kryetari i bashkisë i Elbasanit në atë kohë, Enjil Dakli, ja bëri të ditur se kush ishte Hyçmeti dhe për çfarë interesohesha. Unë isha në atë pozicion që duhet edhe ta pyesja. Edhe më shpjegon që në Parlamentin Gjerman ka një seksion të veçantë për Shqipërinë, ka një seksion të veçantë për Kosovën. Pra, ka një komision për çështjen shqiptare. Pa le të mendosh pasaj që ka ishte komisione për gjermanët jashtë territorit të Gjermanisë. Pra, për çështja kombëtare nuk funksionon mbi bazën e dëshirave të Sulemanit, të Hursiut, të Makut, të Hyçmetit, apo të kujt do të. Profesori e tha me të drejtë, profesor Hursiu, pse s'ka një komision po të. Ajo që çfarë unë mendova të trajtoja dhe të thoja, duke respektuar, ndoshta edhe duke I kërkuar ndjes profesorit, është fakti që realisht punën e këtyre komisioneve kanë bërë shoqatat e shumta që janë formuar në siglën kombëtare. Janë shumë shoqata. Po të vësh re, është shoqata Çamëria, shoqata Kosova, shoqata Labëria, shoqata Devolli, shoqata Byzëqeja, Shkodra e të tjera. Ka shoqata të integrimit dhe të çështjes kombëtare. Por ka dhe shumë shoqata të tjera që çuditërisht I vën emrat kombëtare. Duke patur këtë mefshtësi edhe këtë të zënë me rob të politikës dhe të zyrtarizimit të politikës, të mos uljes së saj në bazën e interesave që përfaqëson votuesit, jemi zgjedhësit ne zgjedhim këtë shtet, ne votojmë për këtë shtet, ne për këtë qeverisje, për këtë lloj qeverisje. Dhe duke mos ulur, ato kanë mbetur jashtë këtij realiteti. Këto shoqata të shumta ka ardhur koha të krijohet një union I çështjes kombëtare. Sepse do thoni për një unifikim, për një bashkim. Po. Por nëse kanë fjalën advetare, në kuptimin mos është thjesht siç flasin në një llafallogji, siç tha, duhet të thënë, po krijojmë një shoqatë do të themi që po I vëmë dhe këtë advetare. Këto shoqatat e shumta që ju thoni zoti që. Apo jo. Realisht e kanë këtë çështje të madhe. Ato e kanë vetëm në letër. E kanë në letër sepse realisht në Shqipëri nuk ekziston një platformë e çështjes kombëtare. Derisa Akademia e Shkencave, ky institucion I lartë shkencor, nuk e ka programin që t'ia paraqis parlamentit. Në qoftë se ndodh diçka në një shtet, në Francë, në Gjermani, në Itali, edhe në Maqedoni, ngrihet Akademia dhe flet me platforma të kopsitura, I ka të trajtuara të mbyllura në dosje të veçanta për çfarë do lloj problemi. Nëse flitet për Thrakin, Akademia Maqedonëse të flet në mënyrë të hapur se kush është Thraka, kush është Greqia Veriore, po themi. Ndërsa një incident ndodhi në Pres, doli Akademia Maqedonëse dhe foli që Presma është e jona. Ndërkohë që ekzistojnë elemente të tjerë. Atëherë, këto shoqata duhet të bëhen, si thua, një faktor në gjithë atmosferën shqiptare, që të jenë ndikues në parlament, të lobojnë në këtë parlament, që të arrihet mirëkuptimi që ai komision që tha profesori të formohet në parlament, komisioni I çështjes kombëtare, që ai parlament të flasë një herë për çështjet kombëtare, sepse jemi mbytur në politikën e ditës. Qytetarët vërtet janë të varfër, qytetarët kanë nevoja ekonomike, por ama në këtë vordull të nevojave ekonomike, ne kemi një Vodafone, kemi një AMC, I cili ndikon dhe bëhet sponsorizues I emisioneve tona. A mund ta trajtojë një televizion supozojmë kombëtar, që mban veten kombëtar, çështjen të flasi për politikat kombëtare në raport edhe me Çamërinë? Jo, do ngrihet sepse ai është sponsorizuar. Është sponsorizuesi I atyre televizioneve dhe nga kjo pikpamje ka humbur. Po kjo nuk mund të bëhet me dëshirat e Sulejmanit, të Hyçmetit apo Hursiut apo dhe tuajn, apo dhe të një televizioni. Kjo do bëhet si bashkësi e vlerave të shoqatave, duke ngritur atë këshillin e përbashkët, atë union I cili do të funksionojë mbi bazën e disa parimeve të sankcionuara në letër, duke respektuar pikërisht parimet kombëtare, duke marrë shoqata Çamëria, kush është vizioni I saj, kush është platforma e saj, shoqata për integrim dhe çështje kombëtare, bashkim kombëtar, por ashtu dhe shoqatat e tjera.
në këtë mes ka ardhur koha që ne shqiptarët, duke marrë shembull pikërisht edhe nga kjo botë që na ofron shumë opsione, se si të unifikojmë kërkesat. Në vazhdim të idesë që ne duhet kuptojmë thjesht gjithë opinioni që gjithçka që ndodh në këtë shtet apo në hapësirën shqiptare është pikërisht si pasojë e problemit të pazgjidhur çështjes kombëtare. Këtë do ta lidh edhe atje në tavolinën e shtëpisë ku prindi ul fëmijët për të ngrënë darkën apo drekën. Janë të lidhura në mënyrë sistematike nga piramida, ma e piramidës deri poshtë në bazë. Do ta konkretizojmë me një fakt shumë të thjeshtë. Do të marrim çështjen e migrantëve në Greqi. Nuk janë pak. Kanë 15 vjet që punojnë atje. Kanë tentuar të integrohen në jetën greke dhe çuditërisht në pjesën dërmuese të ardhurat e tyre janë të depozituara po në bankat greke në Greqi. Ka një arsye shumë madhore pse ndodh kjo. Sepse ndodhin 97 me firmat piramidale dhe në fundit populli në tërësi ka humbur besimin te politika. Dhe këtu dhe në aspektin e politikave ekonomike ka humbur besimin. Imagjinoni sikur kjo shifër kaq e lartë që mbas të dhënave të vet bankës kombëtare greke, unë do thënë kam parasysh që janë mbi 3 miliardë gjysmë euro që qarkullojnë tjersa dhe gjaku i shqiptarëve. Imagjinoni sikur kjo para të ishte e depozituar në bankat shqiptare. Nuk do të merresh kredia me 13%, me 10%, me 8%. Po do të zbatoheshin ato parametra që zbaton gjithë botë. E mora si shembull për të kuptuar që problemi i pasgjidhur i çështjes kombëtare reflekton në të gjithë veprimtarinë e shqiptarëve kudo. Deri atje sa na kanë kthyer dhe mall pa inventar. Deri atje sa diskriminimi e kupton apo çështja e migrantëve përdoret si kartë në fytyrë të politikës shqiptare për t'i thënë rriur se unë të përzë 500.000 emigrantë që ke këtu. Nuk mund të përzihen 500.000 emigrantë nga Greqia. As nuk ndodh. Sepse shteti grek ka përfitimet e veta për këta emigrantë që punojnë atje dhe nuk ka vetëm shqiptar atje, ka edhe të tjerë. Pra, ka shumë arsye për të thënë që mos zgjidhja e çështjes kombëtare shqiptare, e cila sot do ta themi me plot gojë, ndodhet në udhkryq, është refleksi drejt për drejt, janë të gjitha pasojat që kemi deri në atë ekonominë e vogël të familjes tonë, në varfërinë tonë. Dhe do të pranojmë që në këtë aspekt, veçanërisht për çështjen kombëtare, opinioni publik shqiptar ka një lloj dizinformacioni. Nuk i thuhet e vërteta hapur. Dhe kjo është fatkeqësi. Atëherë, në qoftë se nuk i thuhet e vërteta hapur, nuk ka se si, e kupton, që njeriu shqiptar të jetë i orientuar, që dhe ai ta ndjej vetën shqiptar, të ruajë dhe të mbrojë identitetin e tij. Këto që them unë mbase kanë dhe anën emocionale, por në fakt veprojnë realisht kështu. Konkretisht, ka 15 vjet zoti Mago. Ka 15 vjet shqiptar në Greqi. Ka 15 vjet nga shteti shqiptar nuk është bërë një kërkesë të hapet një shkollë shqipe. Një shkollë shqipe. Unë po ju them me kompetencën që më lejon serioziteti për punën që bëj si gazetar, në Shqipëri ka universitet grek, ka shkolla në çdo fshat të minoritetit, megjithëse me 3, 4, 5 nxënës, ka një mësues detyrimisht. Në mes të Tiranës, në Sauk, po ndërtohet një kompleks ndërtimor kolegji greko-shqiptar. Po ta shihni zoti Suleman që kalon aty, lexon Arsakeo. Arsakeo është një person miliarder i shekullit 19 që ka jetuar në Greqi dhe pasurinë e vet, me paratë e Arsakit u vran personalitetet shqiptare, ata që hapën shkollat shqipe. Pasurinë e vet e vuri për hapjen e shkollave greke në Vorja e Pirë. Edhe Enver Hoxha i kërkoi paratë e Arsakios. Por i thanë që testamenti i Arsakios është për hapjen e shkollave greke. Dhe vin në kohën e sotme në Greqi mund të ketë rreth 350-400.000 fëmijë, të cilët duan të mësojnë gjuhën e tyre. Gjuhën e atë që kërkon jo më pak dhe jo më shumë, atë që kërkon minoriteti. Po, unë doja të thosha diçka. Një djalë intelektual nga Fieri, Lorenz Koka, në Athinë, e ka shkruar edhe në Ballin, shkolla shqipe e Athinës ka bërë një përpjekje për mendimin tim mjaft të suksesshme për të futur disa element që në Athinë të ekzistoj jo e ashtu quajtur,
aty mlidhen emigrant, mësojnë elektronikën, mësojnë gjuhën angleze nëpërmjet, kuptohet, shqipes. Edhe në një nga emisionet tona kemi thënë që të mësosh një gjuhë të huaj as parë nuk mund ta mësosh pa ditur gjuhën tënde. Ka futur si element të dytë mbas, si thua, të rriturve, prindërve ta afrojnë fëmijët. Por është një ishull. Është një ishull ku ne këtu themi i rrethuar. Unë të them të drejtën, isha interesuar na sollën filmimet kameraman tonë, na sollën nga ceremonia e himarës, edhe domethënë nuk egzagjerojmë, po të them që kam parë në mos gabojmë një flamur shqiptar diku në cep të ngrehinës, të godinës. Dhe mbush me flamur. Edhe ishte me flamur. Por unë doja të drejtohesh juve profesor. Zoti Sulejman e trajtoi mjaft mirë. Ne duhet të arrijmë mbase ju do të na thoni që çështja kombëtare është çështje e individit. Ç'mendim do të keni? Mos ta kuptojnë në përgjithësi që çështja kombëtare është kaq madhore, kaq e madhe sa një individ, një kokërere në gjithë një det, si mund ta lidhim të që ti themi të zgjojmë atë ndërgjegjen vërtet, atë që është më mirë kombëtare. Që nuk është atje lart në qiell ajo çështja kombëtare, e personaliteteve, e profesorëve, po është çështje çdo individi. Deri te buke gojës që tha kryetari i shoqatës suaj. Stacion televiziv ditë e fundit kishte një pyetje, a janë shqiptarët adhetar apo shtiren si të tillë? Edhe në reagim me telefonata me këto mesazhe kështu dhanë përgjigje nga më të ndryshme, domethënë kështu. Alternativa. Unë them se shqiptarët, si dhe çdo qytetar, kanë adhetarizmin e tyre, kanë shqiptarizmin e tyre të pa ngopur. Ata e kanë në gjendje si thua latente, në gjendje të fjetur, dhe po të bëjë një ndeshje sportive, siç e kemi konstatuar, ata shpërthejnë ndeshje sportive ndërkombëtare, ku është demonstruar. Është demonstruar. Pra nuk mund të gjykojmë që janë shqiptarët adhetar apo janë shtirën si të tillë. Domethënë shqiptarët e duan vendin, e duan pragun, e duan varjen e të parëve, domethënë atje ku ju ka rënë koka, kupton? Atje ju vazhdon të na duke mbalta ashtu e ëmbël si mjatra. Nuk edhe këto fjalë vënë tek ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Edhe unë këtë doja të dëgjoja nga goja juaj, pikërisht. Po, këtë kuadër, po. Kështu që çështja është që në këtë kompleks disa inteligenca, intelektualet janë që e formsojnë, e amplifikojnë dhe e organizojnë. Kjo ndërgjegje kombëtare që ekziston në çdo individ që një veten, ma që ka arritur një moshë madhe, në moshën adoleshente dhe deri në pleqërinë e thellë në moshën e tretë, kjo duhet organizuar, kjo duhet kanalizuar, kjo duhet menaxhuar, të themi me Atëherë le të ndalemi pikërisht se diskutuam dhe për shtetin. Po pikërisht kjo që ngriti zoti që sa e rëndësishme është unifikimi, bashkimi. Se në qoftë se shoqatat njëra gozhës tjetër patkojt, për mos thënë për shoqata fantazm, që shkruhet advetare, bën një koncert dhe mbaroj. Domethënë ne themi shoqata vitale, të gjalla, që kanë vërtet një platformë, një strategji me gjithë taktikat brenda kësaj strategjie. Në këtë plan do të thosha diçka konkrete. Është e vërtet që të regjistruara shkojnë nga 2500-2600 shoqata. Kampion botror do të jemi. Më shumë s'ka ku të vej. Por konkretisht unë do flas për shoqatën adhetare, për identitet dhe bashkim kombëtar, cilën e drejtoi dhe zot profesori është nënkryetar, me gjithë stafin që kemi, njerëz të nderuar. Një platformë, program të thjesht, pa ujëra, të thënë troç. Bashkim vullnetar i shqiptarëve, pa dallim feje, kraine, ide dhe bindjesh politike, në interes të çështjes kombëtare. Dhe shoqata jone përfundon misionin e vet atëherë kur dhe fshati i fundit, ku njerëzit banorët flasin shqip, do t'i bashkëngjitet, do të thënë trungut të Shqipërisë.
Në këtë aspekt ne kemi konceptet tona për sa i takon dhe emërtimeve. Ne shpesh themi Shqipëria dhe presupozojmë 28.000 km2. Jo, kjo është Republika e Shqipërisë, shteti administrativ. Shqipëria është me gjithë Kosovën, Shqipëria është me gjithë Kosovën lindore, është me Sanxhakun, është me pjesën e Malësisë Madhe, është me Çamërinë, është me pjesën në Luginën e Vardarit. Pra, shoqata adhetare, duke pasur një program të thjesht por të kthjellë të qartë, pse jo ka afruar rreth vetes, tani për tani, do të thënë që pak ka 2 vjet, as 2 vjet jetë nuk ka, por ka krijuar një strukturë organizative si në Republikën e Shqipërisë dhe në të tërë hapësirën shqiptare që është për të përshëndetur. Dhe mbi të gjitha ajo që thash pak më përpara, që kryen veprimtari konkrete në interes të çështjes kombëtare. Atëherë ju keni filiale dhe degët. Ne kemi deg në Kur të shikonim hartën e madhe, kuptohet, në ku do të për shembull, ku do të ne nuk pretendojmë që të ngrëm deg në drejtim të Çamërisë. Pse? Sepse ka një shoqat Çamërie. Dhe kemi lidhje dhe bashkëpunimin me të në mënyrë që çështja Çame të gjejë mbështetje dhe suportin e plot adhetar nga të gjitha si dhe nga shoqata jonë. Po kështu, degët e shoqatës janë ngritur në Zvicër, janë ngritur në Gjermani, janë ngritur në Belgjik, janë ngritur në Suedi. Është ngritur degë e shoqatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qendër në Detroit. Pra, dhe tentojmë për ditë që ti rrisim, do thënë, ta zgjerojmë strukturën organizative. Po ajo që është më thelbësore do të thosha që etjen që kanë njerëzit veçanërisht jashtë shtetit administrativ për të marrë informacione dhe për të marrë trajtesa mbi çështjen kombëtare. Shoqata jonë nxjerr dhe gazetë në identiteti kombëtar, e cila më shumë shkon jashtë. Ajo ka nevojë të shpërndahet edhe këtu. Por do të them edhe këtë tjetrën që në të gjitha veprimtaritë e karakterit kombëtar kemi vënë në re që na është bërë një terr informativ, një bllokim, e kupton, nuk na hapet dera në mediat shqiptare. Do të thonë marrëdhëniet tuaja me median, të shkruar edhe elektronike. Edhe elektronike. Pse? Thjesht fare. Të flasësh sot për çështje kombëtare në aspektin e administratës dhe përgjithsisht pa i paragjykuar, por të institucioneve të shtetit shqiptar dhe veçanërisht në këto mediat që sa quhen të varura pa që janë pa varura, është një problem kompleks. Nuk mund të quhet herezi kjo. Unë do flas për kombin tim, unë do flas për identitetin tim se ndihem shqiptar, unë do flas për problemet që kanë shqiptarët, kudo që janë. Ashtu siç ka të drejtë çdo komb që punon për identitetin e vet, për kompaksinë e vet, për fuqinë e vet kombëtare. Zoti Sulejman, mund të bëj një parashtres të një fakti. Ju thatë shumë bukur dhe profesor Siu tha që ne ndodhemi në një fjetje, në një përgjumje të identitetit tonë kombëtar. E kemi, si thuash, sikur e ngrim në momentet të caktuara dhe shpërthejnë në mënyrë në momentet të caktuara. Ajo bëhet nëpërmjet, për mendimin tim, nëpërmjet edukimit me librat e shkollës. Po të shikosh librat e shkollës të historisë, duke filluar nga cikli i ulët, 9-vjeçarja, shkolla e mesme, edhe universiteti, çështja kombëtare edhe e trojeve jashtë Shqipërisë trajtohet me 1, 2, maksimumi 3 orë mësimi. Çështja Çame trajtohet vetëm me 1 orë mësimi dhe ajo orë në përbërje të genocidit. Domethënë që në vitin 44 Çame u përzun nga shteti grek dhe erdhi në Shqipëri. Pse kjo është historia e Çamërisë? Ai nuk e di se si do të filluar kjo histori e Çamërisë. Pse quhen Çam? Cili është identiteti i tyre? Dhe ky edukim nuk bëhet vetëm nëpërmjet historisë, por bëhet edhe nëpërmjet letërsisë. Nëse ne kemi një komb funksionon në bazë të personaliteteve që ai ka. Një komb pa personalitete nuk quhet komb. Ne kemi boll personalitete. Bota nuk i kanë personalitete dhe i ngrejnë për balte. Ne kemi personalitetet madhore kombëtare dhe i bëjnë balt. Edhe nga kjo pikpamje, është mësimi në shkollë, që në barkun e nënës, që në qumshin e gjirit, duhet futur çështje kombëtare, duhet edukuar ky popull. Por ato shoqata që thatë ju, edhe shoqëria Çamëria, edhe shoqëria Kosova, por edhe gjithë shoqatat adhetare, duhen orientuar në bazë të platformave. Prandaj edhe ai union i çështjes kombëtare, duke ku mund të flamuri mund ta ketë edhe shoqata juaj, ajo duhet të ketë platforma të qarta praktike pa ujëra.
Duhet ajo të ndezi pikërisht ato shpirtrat e fjetur, ato përgjumjen e shqiptarizmit. Dhe ajo që është më e rëndësishme, zoti Mago, unë desha të thoj edhe një gjë tjetër, është se politika, shoqatat duhet të dinë të lobojnë në politikën e ditës, në diplomacinë e ditës. Duhet të dinë të tërheqin atë çfarë tha zoti Suleman. Ata personalitete që janë në botë, që kanë përqafuar këtë lloj shoqate. Ato duhet të dinë të ndikojnë tek politikat, sepse kur shkon një politikan shqiptar në Suedi, do takohet me personalitetet më të quajtur shqiptare në Suedi. Pikërisht edhe shoqata me ato personalitetet duhet të funksionojë. Edhe ata duhet bëhen tribunët e çështjes kombëtare. Dhe këtu duhet marr ata ka politikanë shumë mirë. Një herë guxoi ministri i jashtëm zoti Mustafaj të thotë diçka, u duk si një kërcënim për Shqipërinë e vërtet. Ai guxoi dhe foli si shqiptar, foli edhe si diplomat, foli edhe si politikan, dhe u tundën diplomacia. Edhe kjo do të bërë jo më vetëm nga Mustafaj. Ai e bëri në një moment vërtet dinjitos, po do të bërë nga të gjithë. Ndaj edhe këtu qëndron mënyra e menaxhimit, ajo që tha profesori, duhet menaxhuar ky lloj çështje kombëtare. Dhe nëse ne nuk arrijmë ta menaxhojmë këtë gjë, atëherë këtu do të vë pikën pyetje. Ku nuk na ecën puna. Pikërisht këtu do të fillojë. Këtu do futem diçka. Po, në aspektin asaj që na ka shoqëruar gjithë jetën, në atë që ne e quajmë psikologjinë që vepron në mjedisin shqiptar. Është fakt, na kanë përçarë dhe na kanë sunduar. Dhe brenda farës tonë, brenda racës tonë, na kanë futur dhe na kanë servirur farën e dyshimit. 5 veta të mblidhemi, 3 veta të mblidhemi bashkë, do shikojmë në krah njëri tjetrit se mos ndoshta. Dhe kjo nuk është e rastësishme. Të gjitha ata që na kanë sulmuar gjatë gjithë historisë tonë, kanë kuptuar që shqiptarët për t'i sunduar duhet t'i përçash. Dhe ja kanë dalë me sukses deri në një farmase. Dhe formatimi i kësaj psikologjie që pak a shumë dominon, ekziston, do thënë, me të gjitha efektet e veta edhe sot. Jo pa qëllim e përmenda, pa ulur vlerat e pluralizmit dhe të drejtës së organizimit të njerëzve në parti dhe në shoqata. Por kaq shumë parti dhe shoqata në një popullsi, e kupton, kaq duhet mbajnë vendin e parë. Mirë, na kanë përçarë, në rregull. Po, unë isha kurios për ju, zoti Hikmet. Se më bëri shumë përshtypje kur tha që është një orë mësimi nga klasa tekstet kështu. Por ne kemi profesorët të mëdhenj, kemi historian, kemi akademik. Shteti ka politikën e tij, edhe siç nënvizot ju ka këtë state të kuptimit të çështjes së kombëtare. Po akademikët, profesorët, ata nuk varen nga shteti, shteti nuk dikton intera, shteti. Falenderoj për pyetjen që më bën, duke falenderuar edhe gjithë teleshikuesit e televizionit Apollon që më japin mundësinë edhe të më dëgjojnë për të shprehur një mendim. Personalisht njihem me zotin Ylli Popa dhe për fat 2 nga drejtuesit kryesor të Akademisë Shkencave kanë qenë nga Elbasani. Alex Buda i pari dhe aktuali Ylli Popa. Unë kam biseduar personalisht dhe këtë problem ja kam shtruar edhe në Elbasan kur ai ka ardhur. Ajo akademi është mykur. Ta themi ndoshta me pak dhimbje, po themi është mykur. Është mykur në akademizmin e vet. Ajo nuk ka dalë përtej sallës së akademisë. Ata kanë humbur çdo lloj lidhje me realitetin e akademisë së vërtetë. Ata merren me teorizime, nuk merren me çështje konkrete. E di pse ndodh kjo? Nuk kanë platformën e çështjes kombëtare të hedhur, të botuar dhe të shpërndar të gjitha organizatave kombëtare që janë në Shqipëri. Të shpërndar të gjithë partive, që të gjitha partitë kur vjen puna për çështjen kombëtare do bazohen ke kjo platformë akademike. Nëse nuk është kjo platformë, po kush e bën këtë? Këtë e bëjnë pikërisht personalitetet që ndodhen brenda shoqatave. Ata profesor që nuk e kanë gjetur veten si akademik, por ata mblidhen bashkërisht te ky union dhe përfaqësohen me dinjitet duke treguar akademisë se nuk është kryeministri që i tha
ju akademikët jeni kështu, talem nuk po e politizojmë, nuk po bëjmë, jemi në funksion të politikës qeverise. Jemi në funksion të çështjes kombëtare. Këta politikanë, këta profesor, zoti Ulsi, zoti Sulejman, por edhe profesor tjerë, kemi Sherif Delvina, është një personalitet. Ka jurist të mrekullueshëm që çështjen kombëtare e kanë në fokus dhe din të argumentojnë, din të mbrojnë në çështje të drejtës ndërkombëtare. Nga kjo pikpamje, këta do të bënë lobusit kryesor në akademi. Do t'jap një fakt. Unë do t'ju lutesha, domethënë duke u nisur dhe nga regjia jep se jemi duke mbaruar brenda kohës që na lejon dhe po, ndoshta do të jetë fjalët e fundit që fjalët e fundit domethënë do të më falni zoti Ismi. Unë do të thosha këtë që se ne shpresojmë do të takohemi përsëri. Sigurisht. Do të na ato që nuk do na ngelen do t'i themi. Si thot populli vetë gjua atje ku dhëmdhëmbi. Jo se i sillim problemet nëpërmjet jo pa qëllim, ngato që vërtitemi dalim te strategjia kombëtare, te mungesa e strategjisë kombëtare. Pra një akademi shkencash që ka nxjerrë një platformë të vitit 98, e cila përveç se anës historike nuk i jep zgjidhje, po, ajo nuk ka vlerë. Dhe prandaj është, do të thoni drejt mendimi që tha zoti Hikmet që ka një mykje, ka një, do të thënë, mbyllje në guackën e vet. Dhe po t'i vësh re, edhe nga reforma që u servir tani, pse u cënuan interesat ngritën zërin. Po ngrihet zërin kur cënohet një interes kombëtar. Ditë sepse akademia në misionin e vet ka 3 pika kryesore që nuk do t'i përmend për mos mërzitur. Pra, unë do të thosha që me këtë dritare që na hapet në televizionin Apollon, për të reflektuar pikërisht në çështjen tonë kombëtare, e cila do ta themi prap me plot gojën, sot ndodhet tërësisht në udhkryq dhe pa zgjidhje, do të jepja mesazhin që ta kuptojmë të gjithë thjesht dhe ata fëmijët e vegjël, edhe ata që janë moshatarët tanë. Një kom nuk fle kur gjumë. Ai lëviz brenda vetes tij. Ai kom që flet vdes. Dhe sot, edhe ne që flasim këtu, po dhe shumë të tjerë që na dëgjojnë, po dhe shumë të tjerë që nuk na dëgjojnë dhe që janë po që të flasin pas nesh në tëra hapësirën shqiptare. Ata sot vlojnë brenda vetes sepse gjithçka që ndodh derisa të na vej thika në pals, në kosk siç na ka vajtur, pikërisht do të lidhet me çështje kombëtare. Dhe këtë e dinë dhe të tjerë, këtë e di dhe politika zyrtare sot. Ne jemi një komp me energji të mëdha, të brendshme, si ato ujërat. Ndoshta të duket dimër, po të pa stimuluar. Po, dhe shpresoj Zoti Magu, na vej për mirë zoti Hikmet. Desha vetëm të them një gjë të vogël. Duke qenë pjesëtar i komunitetit Çam, unë doja të thoja kur kërkohet të zgjidhet çështja Çame, ne vim në një fakt. Greku ka avokat të Zot, ka jurist të Zot, është i zgjuar, është dinak, është i pabes, është fëmijë i gjarpër që na ka rënë për pjesë, por shohim një gjë. Ne i kemi prishur punë vetes tonë, jo ne vetë Çamët, por politikat, regjistrimi që i është bërë çdo Çami që ka ardhur nga Çamëria, është shkruar në shtetësi Nuri Emin Zane, lindur në Filat, shtetësia shqiptare, edhe nuk thuhet kush është Filati. Filati është qytet i Çamërisë në Greqi. Një shoku im i cili lindi në Grozni, ai shkruat sepse nënën e kishte ruse dhe baban e kishte shqiptar. Lindi në Grozni, Çeçeni, BRSS. Pra dihet kush është Grozni, dihet kush është Çeçenia dhe kush është Brenda Federatës. Mesa këtu kjo është bërë me një qëllim caktuar, sepse ata që i quheshin filogrekët edhe në byron politike të asaj kohe, edhe sot e kësaj dite, në forma nga më të ndryshmet, kam penetruar si metastaza në të gjithë edhe prandaj shkapur mat politika, edhe mungojnë teknicienët që ti saktësojnë drejt politikat për të orientuar pasaj akademikët, historianët bëjnë punën e tyre nga pikpamja historike, teknicienët jurist bëjnë nga pikpamja nuk e di më kuptohet. Jo, kuptoj, do vim deri te shoqatat, edhe në fundit një rol të rëndësishëm, do të thosh aty jashtëzakonshëm, edhe unë luajn shoqatat dhe unë shpresoj dhe uroj që të bëhet një bashkim, një unifikim. Mendojmë ta lëm me kaq për sonte. Unë shikoj dëshirën ju keni shumë për të thënë akoma, por ne do të ndoshta profesorët mund t'i kenë ngel në merak. Profesor, na falni, domethënë unë ju falenderoj në emër të stafit të televizionit Apollon
veçanërisht edhe në emër të presidentit Artur Rustemi, siç ishim bashkari që pa në një bisedë lirë. Ju uroj gjithë të mirët dhe po e përsëris edhe një herë, çështja ju është çështje mallore, çështja kombëtare. Është çështja jonë. Dhe ju në radhë të parë shoqata si thamë atletare për identitet dhe bashkim kombëtar të marrë si ton ta kapë atë demin nga briret. Ju falenderojmë dhe juve dhe gjithë teleshikuesit e televizionit Apollon. Ne do të jemi të pranishëm dhe pse jo në këtë studio të ketë dhe telefon të hapur që të komunikojmë dhe drejt për së drejti me publikun, sepse e kuptojmë që ka shumë gjëra që kërkojnë sqarim. Edhe ne kemi shumë për të thënë, por ne po hapim dritare në një dhomë të errët, me pak dritë. Shpresoj që të kemi një dritë të madhe. Të nderuar teleshikues, ishim këtu në bisedë në studio për çështje kombëtare, ku kishim të ftuar kryetarin e shoqatës, siç thamë, zotin Suleman Abazi, doktor, të mirinjohurin të shqurin profesor doktor Ulusi Hako, kolegun, gazetarin e mirinjohur, zotin Hikmet Zane. Ju falenderit edhe një herë dhe miru pafshin në Faleminderit edhe juve për drejtimin.